Sot një 58 vjeçar nga Gostivari ka raportuar në SPB Tetov se është mashtruar në shumën prej 200.000 euro nga personat EIJ, 47 vjeçar nga Nigeria, BA, 45 vjeçar dhe LJ, të dy nga Lituania, të cilët i kishte njohur përmes personit LS, 58 vjeçar nga një fshat i Likovës, në lidhje me ndërtimin e fotovoltaikëve. Sipas raportit, personi mashtruar ka paguar 200.000 euro gjatë vitit 2023 në Kroaci, Spanjë dhe Gjermani, në marrëveshje që të investojë dhe 50 milion euro të investimit të përbashkët, por ata nuk i kanë investuar parat dhe pasi ka kontrolluar kontratat dhe ka vënë re se ato nuk ishin të notarizuara, ka kuptuar se ishte mashtruar, po merren masa në zbardhjen e rastit. Gjen ora 12:30 në kryqëzimin e rrugës Blagoja Toska me rrugën JNA në Tetov, zyrtarët policor nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin SHI 62 vjeçar nga Tetova, i cili ka sulmuar fizikisht një polic gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të bëhet parashtresë përkatëse. Gjen ora 13:20 në policinë e Gostivarit, një 20 vjeçare nga Gostivari ka raportuar se në një rrjet social është krijuar një profil ku janë publikuar fotot e saj me përmbajtje kompromituese. Sipas raportit, në të njëjtin profil janë publikuar dhe fotografitë e 5 vajzave të tjera nga Gostivari, po merren masa në zbardhjen e rastit. Gjen ora 14:40 zyrtar policor nga SPB Tetov në rrugën Pollok kanë privuar nga liria personin AS 35 vjeçar nga Tetova, i cili ka qenë raportuar nga bashkëshortja e tij, me të cilën nuk kishin kuror, se e ka sulmuar fizikisht, e ka kërcënuar dhe ka privuar nga liria në mënyrë të palishme. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe kundër tij përgatitet parashtresë përkatëse. Gjen orën 14:10 në SPB Tetov, JS 44 vjeçar nga Tetova ka raportuar se rreth orës 11:30 nipi i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga një mitur tjetër, me të cilin bashkë mësonin në një shkollë fillore të Tetovës, po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm në ora 20:15 në policinë e Gostivarit, një grua 59 vjeçare nga një fshat i Gostivarit ka raportuar se në të njëjtën ditë rreth orës 15 në shtëpinë e tyre familjare bashkëshorti i saj EA 61 vjeçar, i cili kishte probleme shëndetësore, e ka sulmuar fizikisht. Minjherë është vepruar pas kallëzimit dhe personi me automjet mjekësor është transportuar në objektin shëndetësor, po punohet në zbardhjen e rastit. Gjen ora 21:30 në SPB Tetov është raportuar se në rreth rrotullimin nga rruga Jane Sandanski me rrugën Gjoce Stojçevski, një veturë ka goditur një këmbësor të mitur nga fshati Shemshof e Tetovës, pas së cilës shoferi me veturë është larguar nga vendi ngjarjes. Në aksident këmbësori ka pësuar lëndime të rënda, të cilat janë konstatuar në Spitalin Klinik të Tetovës. Një ekip inspektues nga SPB Tetov ka kryer inspektim dhe po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm në ora 23:40, zyrtarët policor nga DPB Gostivar në rrugën Bane Veljanovski në Gostivar kanë privuar nga liria personin IT, 43 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm nga bashkëshortja e tij, 33 vjeçare, se i njëjti e ka sulmuar fizikisht në shtëpinë e tyre. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse.